luftën ti, edhe në qoftë se ti nuk e kërkon, ti shmangesh a e të vjen në një formë apo një tjetër. Në politik. Në politik, shuje, pra duhet t'jesh gjithmonë në këtë ritëm. Dhe nuk jam për refuzime, më thënë pa u futur fare ke emrat. Sepse çdo betejë ka një vlerësim në opinion. Unë i kam përjetuar këto, duke sikur për momentin kisha humbur, po në fakt politikisht kisha fituar, goxha. Dhe, domethënë, kjo nuk llogaritet, nuk ka kalkulim metrik, por ka një kalkulim në opinion dhe t'jep atë satisfaksionin që duhet të ta jap politika kur është në normalitet. Adrenalinën dhe vlerësimin dhe të ndjehesh mirë në politikë. Dhe duhet domethënë që njerëzit politik me shumë kontakte publike ta marrin përsipër, po, unë them që po, mund të ketë njerëz shumë publik që kanë një dimension më të vogël politik dhe këto domethënë janë njerëz, por guximi ke këto, guximi në raport me përbindjen që është përballë, domethënë këtu mund të çdojnë se i duket sikur do të denatyrohet, është ajo domethënë, nëse ti do përballesh me atë përbindjen do bësh si përbindësh. Ne kemi kaluar këtë lloj raporti sepse pra keni vrarë atë frikën e dikujt që kemi kapërcyer atë kufirin domethënë të hezitimit që të jep ty të pajis me gjitha armët që ti ta vazhdosh luftën me dëshirën për të fituar. Është si ajo loja që ti patjetër do ta fitosh. Unë edhe kur luaj me djalin sha, dua ta fitoj, nuk e toleroj se është i mbirë. Domethënë është gara ajo që të jep të gjithë këtë angazhim që ti ta fitosh. Mund të jenë njerëz politikë që kanë treguar që duan Tiranën, që kanë bërë betejë për Tiranën. Betejë për teatrin ka qenë betejë për Tiranën. Betejë për denoncuar PSD-n ka qenë betejë për Tiranën. Dhe ato figura, domethënë, kanë një simpati politike që ne ende nuk e kemi matur në fakt, por nuk është koha për të bërë eksperiment, por edhe këto figura në pole position. Nuk duhet të jenë refuzuese cili do që të për mua jo, nuk... I keni marrë dy, për shembull zonja Tabaku dhe zoti Ali Mehmeti kanë thënë jo. Janë, domethënë, fillime, sepse në fillime kur je përballë një kërkese të tillë pa u kristalizu koha, situata, gara, pa u futur në analiza të tilla, gjithmonë hapi parë është mbrojtës, është instinkti vetë mbrojtës i njeriu. Mund të ketë biseda të dyta, të treta? Të dyta, pa tjetër që duhet ketë refleksionet vetat, në thënë, projekcioni një karriere politike, se nuk e përcakton të qenurit pa tjetër në parlament 4 vite, që ti e konsolidove atë karrierën politike. Thash, kalon gjithmonë nëpërmjet garave, dhe sa më shumë gara të bësh në kuptimin e asaj, aq më shumë ke akses pastaj në simpatinë e publikut. Do të ishte e vlefshme një zonjë me potencial politik, me potencial qytetar përballë Manastir Liut? S'kam këtu, nuk kam të diferencat të këtij karakteri, domethënë që ata kanë një zonjë dhe duhet patjetër që të jetë një zonjë apo tjetër. Jo, domethënë unë nisem nga cilësitë politike, nga cilësitë dhe hapësirën e komunikimit publik, simpatinë që ai ka. Këto tjerat pastaj janë krejt ansore, fundore, nuk mund të jenë përcaktuese. Si është situata në Partinë Demokratike? Po bën forca juaj politike një analizë për 11 majin, për mënyrën se si do të ecni, si do të jetë ky 4 vjeçar? Tani, Mirela, kemi një moment shumë të rëndësishëm. Atë të çuaris deri në fund të betejës për denoncimin e megavjedhjes farsës elektorale të 11 majit, kemi përgatitur një raport për ndërkombëtarët me mira faqe. Kemi orë tëra regjistrimesh, videosh, faktesh të tjera që dëshmojnë gjë të tillë. Dhe kjo betejë duhet çuar deri në fund edhe të ketë një definicion, sepse ajo që më habit në këto kohë është mosdalja e raportit të OSBE Odirit. Është një pikpyetje shumë e madhe.